Përshëndetje për gjithë dhe shikues të dashur të televizionit të Vënjet të emisionit Amer. Mirë se po takohemi bashkë edhe këtë vikend. Dita kur ne jemi duke xhiruar gjithë këtë material televiziv është nota e Bajramit, të përnder të kësaj feste. Shoqata për Reçeti Degan e Gjakov janë duke shpërndar pak ushqimore. Deri në 70 pak ushqimore janë duke shkuar tek familjet novitare, duke filluar nga produktet ushqimore deri tek detergjentet higjienike. Mirëpo përveç këtyre janë duke u shpërndar edhe para në shumë monetare, varësisht nga themi kështu rasti social i familjes. Për të kuptuar gjithë ditën e sotme, mirëpo edhe për të kuptuar se ku dhe qysh e tek janë duke u shpërndar këtu pako, veçte materialin deri në fund dhe do i kuptoni të gjitha. Unë që në të thotë që është zarfe, për ju. Qëto është kutia e kësajle e mekes. Majtë ishtë të mbë. Që është të në para tuja më të reme? Ndjerë shumë. Që është të mekes, kom të veki. Ndjerë shumë. Që është baklava. Tashmë pranë vetes kam imamin Abdurrahman Bejtullahu, i cili është edhe përfaqësues i Bashkisë Islame Degan Gjakov, apo themi kështu edhe i shoqatës Bereqeti. Hoxh për haj Bajramin, ani pse jemi herët natën e Bajramit kështu sot, po tregon pak për aktivitetet. Gjatë gjithë Ramazanit keni pas aktivitete ndryshme, mirë po themi kështu, aktiviteti që ka vënë pikën gjithë fundit Ramazanit është aktiviteti i sotëm. Zotë shëller për kohën që keni gjetë, rrugën që keni marrë për tek ne, urime dhe ju e festa gjithë të shikuesve tuaj. Sot është ditë tepër e madhe për ne, sepse kemi pasur nga ora 8 e mëngjesit deri në këtë orë të hona, familjarë që kanë sjellë ka gjëra të ushqimore, higjienike, pako të ndryshme. Dikush ka sjellë sugjuk për familje, dikush ka sjellë mish të dikush ka sjellë mish copë, dikush ka sjellë mish të kurbanave, çdo sa që ka nevojë për një familje në mundu që të kompletojnë. I kemi këto zorfa që kemi mbledhur nga donatorët, nga vendi, nga bizneset, nga familjet që jetojnë në diasporë, për t'i gëzuar jetimet dhe pleqt dhe plaka që jetojnë në komunën tonë. Specializat mban shumë 100 deri në 200 euro, këto është një vlerë monetare 6.000 euro që kemi mbledhur tash e sa kohë për t'i gëzuar familjet me jetim sado pak mendimet që i marrin. Kena mundu që çdo sa mos të prezente të ndrezën e tyre mos mungon asnjë gjë, dhe deri më sot ka shku sistemi të jepën mirë. Hoqë, po më intereson me ditë një pak ushqimore që shpeshon përmban prej baklaves, themi kështu të mbështrirës tradicionale deri tek produktet higjienike, mas një produkte ushqimore për jetën e përditshme, po sa kushton një pako e tillë që vetë se e keni bërë donacion për ata që kanë nevojë? Pako që është për nesh ka vlerë 100 euro, sepse ka edhe një paku gjërave elementare që nga firma madhe Meka, ushqimore, ka miell 25 kg, ka miell 5 kg, varësisht nga familjet që kanë nevojë, ka melcirën dhe ka gjitha gjërat që ka mundësi pas në trezë e familjes, duke mos harruar higjieniken që ka një vlerë për edhe të tjerëve. Jena mundu që mos të harrojmë asgjë dhe besoj që me stafin tim që kemi tash sa kohë kemi zgjedhur pakot më të mëdha të mund të qemi për dhe sa është festa e Bajramit për të gëzuar këto familje që presin me gzim. Më thaj që kam pru dhe mish, themi kështu të dhe qytetarët kam pru dhe kurbana. Po më intereson me ditë, a e prit ju si shoqat që kanë mi plua, ka krit befasie ditës sot? Ta them të vërtetën, sot ka qenë disa shokë që ne kanë thënë në telefon, 2 kurbane ka prej vllavi, për t'i sjellën territorë, për t'i vit sopa shpërndaj sepse dikush ka mundësi më gëzu më të mishit. Interesant, Gjakove i ka disa ide shumë të ndryshme. Tash me thonë dikuj kena shpërndar sugjuk për fitë Bajram, është të pak kapshëm, po besoj që e kish përgatit familja Gudeni shumë rregull, në jetën kohë dhe ka dhonë lemosh. Kena pas dhe kofshat pulës, disa familje që kanë pas disa kutije të posaçme. Janë mundu bamirësat ata që kanë trezën e vet, ta sillen tek ne. Ka pas gjëra të shtrejta, dikush ka sjellë krem Nutella që ndoshta as ne nuk e hajmë të ditës, po ata që kam hungur në familjen time thap, do m'ia thonë edhe atij që s'ka nevojë. Dhe besoj që pako sot do pak vileta nuk i bojmë qak, ne shpesh themi nuk i bojmë qak me një pako, por përdesa moneti na kanë besu bamirësat nga vendi, bizneset, nga diaspora, që jam tepër falendërues ndaj tyre dhe kemi dëshirë të tregojmë kush ka amanetin e tyre. Amaneti gjithsesi kur dorëzohet ndur sigurt ta shkon në vendet sigurt. Apo më intereson me ditë çush keni fillu kontaktet ose Gjakova një qytet i madh, 70 familje që keni me i shpërnda, çush i gjatë çto familja, apo vinë edhe i kërkojnë në derën e xhamisë? Këto familje regjistruhen tek ne, sidomos jetimet i kemi prioritet çdo muaj morrin një shumë simbolike nga 50 euro. Po to është sistemi për shkollën, e kanë çantën e shkollës, diku janë ndrejshëm dhomë, diku terapinë që ka nevojë. Jetimet është një nga shtyllat kryesore që Bereqeti kujdeset për ta. Kurse pleqt dhe plakat që kanë shumë nevojë që më të vërtet ja vlenin për ndonjë vizitë këta jetojnë vetëm.
kjo është dhurata më e madhe që jam bërë dikush një vizitë, një nane që jeton vetëm, as nuk e ka. Nuk është një pyetje shumë që merr, nuk është një pyetje paku që merr, po vetëm buzëqeshja në fytyrën e saj, qëndrimi pak me to, më janë dëgju hadhet, më të vërtetë të kujton se jemi një sistem shumë mirë. Po. Edhe Gjakova, neve na ka dalë si Mezivia, shpesh na kanë thonë, po më të vërtetë nuk kemi të tillë, ne kemi ngjitë këtë jamë vetvete si duket. Mu po vërteton të kundërtën. Kjo është që falënderimi të kanë Zotit, po unë shumë falendues ndaj të gjithëve. Më të vërtetë vijnë familjar që as emrin s'ma tregojnë, as ndjenjën s'ma tregojnë, 500, 1000, 250 në zarf në letër, pyetni më Zoti, veç vazhdo, kështu që jam shumë falendues ndaj tyre. Hoxh, në fillim të Ramazanit e kemi realizuar një material televiziv për një banesë. Për një familje 6 anëtarësh ose 7, nëse nuk jam gabim. 7 anëtarësh. Tregom çu ka shkuar gjithë procesi. Qelsa të kemi dorëzuar ditën e Bajramit, është festë që guzdashur, prandaj nuk kemi me mujt më sjell detaje edhe pse me gjithë shef i kishim kanë edhe i kishim përsjell. Falenderoj për ty posaçë sepse me ty kanë shkuar punë shumë mirë dhe me stafin që. Po duket me bereqet. Po 20 ditë është mbledh shumë 40 mijë. Edhe pse kemi mujt bekuar Amazon, nuk kemi prit ka shpejt sepse ne kemi pas një banesë pak më herët veteranit, por populli i Zëra tregon bamirësinë e tij që ka, 20 ditë është kompletuar shumë 40 mijë nga drejtori i shkollës, nga bamirësat, nga biznesi, duke mos harruar diasporën, edhe banesa është përfundim me sipër nesër në orën 19 së bashku do të lexojmë Gjelzat. Vlerimi e pret në ekzem se ka 5 fëmijë, 2 ka me nevojë të veçanta. Banesën e mundu që asgjë mos me të mungi ndene brushën e dhëmbëve, besoj që nesër është një ide me klimë dhe çdo sa që ekziston për fëmijën e tij e ka të gatshme. Ku ka më mirë se më dhuru me i gëzu disa fëmijë ditën e Bajramit, po themi kështu një ditë feste. Hoxh na tha që kena më shkuar dhe me vizitu një familje, një çift që jetojnë vetëm. Jo, një plak. Një plak. E plak nuk ka, po nga mërzia është bo plak, është zoj, një familje dhe vizitojmë jetën vetë, na ko paskojmë kratsoj medikamentet, pako të shimore gjëra që i ka dhe shohim së bashku. E shikues dashur, më luftoj që bashkë me mua, me Hoxhin edhe me Ndritin që e kemi brapa kamerës, më ardhë dhe me shku me vizitu një zonjë, e cila jeton e vetëm edhe me gëzu pak themi kështu. Tashmë pranë vetes kam një zonjë tjetër të Gjakovës, zonja Sania, e cila vetëm është e plagosur në vitin 2004 në Trasgjirat e Marsit. Jeton bashkë me vajzën e saj që fatkeqësisht bashkëshorti i vajzës ka ndruar jetë e që tashmë vajzës, mirë po edhe nënës vajzës duhet që të kujdesen për fëmijët e saj. Ndërruar faleminderit shumë që pranove të bëhesh publike kështu, si fillim tregona pak kush je, prej nga vjen edhe ta që përkujdesesh për fëmijët e vajzës. Unë kam jetuar në Deçan, 1990 kom në Gjakova dhe këna shit shtëpinë në Deçan edhe këna ble banesën. Edhe mu më ka dekë edhe burri para 39 vjetë. E kom rritë vajzën, vajzë ato nga ka martu edhe ka linë 3 fëmijë po bashorti vetë edhe unë jem për kujdes edhe për vajzën edhe masanaj për nipa, për mesin edhe qështu jeta. Gjithmonë me sakrifica shpërvime, po Allah nga ka shpërblim atë e Hoxha dhe Hoxha gjithmonë bereqeti nga ka mbështet. Gjithmonë me pak koshimore, me gjitha ato shka janë për gjithë jetimet, jo veç për ne. I ke 3 jetima, sa janë me moshë temi kështu të rrafë? I mali është 21 vjeqar, i dyti është 19, e këtë qika është 13 vjeqë. 13 vjeqë. A ka shkuna për shkolla me ndikas, jam me aftësit kufizume, për 2004-ës, edhe gjithmonë kam qef me ndimu me pas mundësi edhe unë e dikujna, po s'po ka mundësi. Besoj shumë që venitarët me ta fërtkilja dhe me ndimu këtë, na kemi pas mundësi. Të regam kështot një pak ushqimore që vetë se avdhorojnë për festën e Bajramit ose për festat ndryshme. So ju ndihmon kjo ndoshta nënën ju? Shumë, tepër në ndihmon. Jo veç që mu, po edhe gjithë familjeve. Gjithë familjeve kjo është një pako si na nuk mundem, unë për veti nuk muj me ble këto pako. Muj me ble dishka pak, ama gjithë këtë pjakon, faleminderit shumë aty me besimtarve, aty nëse i kanë besu Hoxhës, edhe Hoxha si na beson neve si na e qojnë në vendin e duhur. Tregon pak shtot me çka mbjetani. Punoni dikosh apo Unë çisha deni? jam me asistent sociale, i marr 84 orë në muajt, edhe pastroj shkallët, nuk merr në kur gjë tjetër shkallë. Fëmija vajzës, ose diçka vajza? Shumë pak ka shpija, s'kanë. Jeni me qurajin në shtëpi? Jo, banes. Që ajo kështë thonë krejt atyre që ndoshta ju kanë ndihmu këtë natë të Bajramit? Këto në të mirat e jetës, shëndet me krejt ata shka janë këtu në diasporë gjithka. Faleminderit edhe juve si na merrni pyetje dhe si tregojmë na realitetin tonë.
se kena sfida këtë njerëzit të jetës. Zonja Sania, shumë faleminderit. Edhe juve Shpresoj shumë që faleminderit. meritar më davër kime qenë ajo që kemi ndihmu të tjerëve. Faleminderit inshallah. Në mbelësire produkte tjera ushqimore jemi të shku me dorëzu të zonja Nakia, e cila jeton e vetme këtu në qytetin e Gjakovës. Hajde bashkë ta shohim, ashtu na prit që është mas mirë ti. Shje, a je mirë? Elsa, mirë, faleminderit. Unë vëtom nonë, në Nakia praj Bajramin, inshallah keni bereqet dhe tonat mira, që kjo velsirov ishte qatës bereqeti. Qysh je? Qështu me sheqerë, me gjanta, me eshna. Qysh tu kalu këtë deta, i tu kalu mirë? Një për vetë të marësit. Veç vetë për jeton, a? Me kënë kjetu ma herët, më tregove që e ki pas vllaznin të kam vdek, mas nina motra. Njëri dua ka lejtë në mujë vokë, këto, edhe shpit vjetra, ma sa dhe që dhe aj. Ta sheton veç vetë? Po, që ka kushive që kjo natë të temë më. Natën flani qike kushive me ty, a? Po, se detë. Po, e ki pas motrë këto? Botën po që në Qakovë. Edhe motrat ka vdek, a? Po, qatë motë ku pasë ka të vlasë. Nuk je martu kur? Ja, Kur nuk ke jetu me motra me vllazni? po, i kom këshurë tonë, sa e ku mujtë, So vjetë që je? gjatë të nonë. E fort, halo e fort. Raportin bosh fort të sheqerit, të gushës, të esha, për tensionit. A be ki vështirësi me jetu vetën, të regën pak, me hangër, me pija, po mund është me përgatit bukë, Ja, s'muj për eshna dhe. pe eshna. Ja, kjo guja me qëtë, këshive, të ta vjetës. Gruja e kujshive do më thonë gjithë ta përgatit bukën, edhe ta bjen. Po, me qëtë. Sa mirë pas ke kujshit e mirë, po kujdes kam për ty. Po, ja, lajsh për plëtë. S'ko hoqën, lajsh për plëtë, të më ka qërë gjitha dhe gjitha më qërë. Hoxha për kujdesit për ty me ilaçe, me medikamente, çka po të bjen hoxha më shumë? Jo, bjen, bërë sa. Edhe bukë. Kajtë, njime në kajtë sanët një bjen hoqën. Çka i kishe falenderu krejt qytetarë që ndoshta kanë kontribu që me ardhë, me i pru Ne pak më falenderoj, ishallah kanë shnetë e bërë qëtë i unë zoti, të natë mirë atë eroj. Hoq për rastin fjallë, që kemi thënë, të regove që kemi shumë familje cilat vecetu i vletun. Ne zakonisht shoqat mundohemi sa do pak t'i ruajmë privatësinë e këtyre nonave. Në Nakia është pjetë në nonave që ne kujdesim me to gjatë tërë vitit. Nuk është që e bojmë qerak, mirë po që ka pas nevojë si medikamentet, si gjërat ushqimore, si veshëmbathjet, besa diku ja paguajmë edhe rrymen. E sikur kjo nani kemi në Gjakovë 13 të dashur bamirë sa nga vendet e diaspora, e që ka për tyre dhe kanë fëmijët e tyre gjallë që nuk kujdesin fare për ta. Na mundohem çdo pak me mamanetin dhe porositë që marrim nga ju, t'i lehtësojmë tyre familjeve, Zoti shpëleft. Zonja Nakia, po më intereson me ditë edhe një diçka, ki familjar pak më të largë që ndoshta vinë ndonjëherë me të vizitu? Kërka nuk e kia? Baba e më konë një bëndji rrugovës pejës. Rrugovës Po, në të vakt, ja, s'ko kam, qika të si kom pozitiv. Kërkush nuk vje me ta qilti? Ja, kokoshes, ja. Për festa gjithë vetu një? Ja, vetën gjatë. Po betëje, kajtë me që të gru me kushive. Me grun e kujshive, shqyqyr që e pas ke grujen e kujshive. Po, dhe të na, po. Gjithë shkon të ta mi prit festat, Po, po. që e kështu thonë kujshive, po thonë kështu të kujshive më të mirë që i paske. Valla, ju e shnete, patë kajtë me ime, inshallah, janë gjithë më rëzat, e gëzëv zoti zame. Për haj Bajramin, kësoj radhe kina arna me ta qilë tjerën, bashkë me hoxhin dhe me shqatën bërëqetin. Po, inshallah, po të shumë. Me shmete me bërëqete, Inshallah ndëgjoj veç të mira për ty. një gjithë. Shikus dashur, po du me përmbyll këto gjithë këtë material që vetë se kemi përgatitur për ditën e sotme, duke ju uruar gjithë juve që vetë se keni kontribu qoftë në vlerë monetare ose me produkte ushqimore, shnetet tonat mirat. Për intervista tilla dhe për materiale tilla, vazhdoni shoqëroni me ekranet e TV Nishit deri dielën tonë të ardhshme dhe bashkë me nënën Nakia, bashkë me hoxhen, ne ju përshëndesim duke ju dëshiruar një javë të mbarë.